Në sheshin përpara katedrales ortodokse në qendër të Tiranës, prej 2 ditësh është krijuar një atmosferë e veçantë, ku të rinj besimtarë ortodoks kanë ngritur stenda me punime dore artizanale si pjesë e aktiviteteve të javës së shenjtë. Këto stenda do të qëndrojnë të hapura për publikun çdo ditë nga ora 10 deri në 18 në hyrje të katedrales pranë sallës së rinisë, duke ofruar punime tradicionale, dekorime festive dhe dhurata me simbolik fetare dhe kulturore. Të ardhurat e mbledhura nga shitja e punimeve do të përdoren për të mbështetur lidhjen rinore të kishës ortodokse, si dhe për vepra bamirësie dhe nisma sociale që ndërmarrin vetë të rinj të gjatë vitit. Organizatorët theksojnë rëndësinë e përfshirjes së brezit të ri në jetën aktive të komunitetit dhe kishës, duke rikujtuar fjalët e kryepiskopit Anastas, themelues së kishës ortodokse autoqefal shqiptare: "Rinia nuk është e ardhmja, por e tashmja e kishës sonë." Kjo nismë zhvillohet në kuadër të Pashkës së Madhe, e cila këtë vit shënohet me 20 prill, një festë që simbolizon ringjalljen, dritën dhe shpresën. Stendat kanë tërhequr vëmendjen e qytetarëve, të cilët jo vetëm mbështesin nismën, por edhe gjejnë aty dhurata kuptimplota për Pashkë. TV Apollon do të vazhdojë të sjellë nga afër reportazhe mbi aktivitetet e javës së shenjtë në kryeqytet dhe në të gjithë vendin.